Kjo video është për ty që je interesuar dhe më shkruan që do të marrësh pjesë në aktivizimin e agentës për vitin 2026. Vjetë në këtë kohë bëmë aktivizimin e agentës të 2025-ës. Dhe si që shikoni, kjo është agenta ime dhe kam shkruar shumë gjëra dhe të tjera nga brenda. Dhe të gjitha këto bashkë ka dhe të gjitha dëshirat dhe nevojat që kam patur unë për vitin 2025. Para pak orësh e mora e lexova sepse vërtet kur e shkruajmë nuk e shikojmë më deri në fund të vitit kur të bëjmë ndryshimin e agentës të re. Dhe e vërteta është që gjithçka që kam shkruar këtu brenda dhe ju që më njihni e dini shumë mirë, kam shkruar për emisionet në televizion, kam shkruar për udhëtimet profesionale, familjare, për gjithçka që kam shkruar dhe i kam bërë deri tani. Për qetësinë shpirtërore, për gjithçka çfarëdo që e kam shkruar, nuk kam mbetur as edhe një dëshirë pa realizuar. Tani që këtu e tutje, do shkruaj dëshira të tjera për vitin 2026 dhe sot vajta dhe mora agentën e vitit 2026 dhe ngjyra e kuqe. Ju thash është mirë ta kemi ngjyrë të kuqe sepse ka të bëjë me çakrën e parë, me ato që duam neve, me lidhjen tonë në jetë, me vendin tonë në këtë tokë dhe gjithçka që do shkruhet në këtë agentë, të shikoni që do realizohet. Tani, për të gjithë ju që vërtet jeni të interesuar, sepse do bëhet një grup në WhatsApp me të gjithë juve që jeni të interesuar dhe për përgatitjen deri për në datën 27 dhjetor në orën 8 me orën e Shqipërisë ndërmjet platformës Zoom. Po që të jemi atë ditë atje, duhet të bëjmë pak përgatitje. Gjëja e parë që duhet të kemi marrë një agentë të vitit 2026. Unë e mora të kuqe, mirë është ta marrim të kuqe kushdo para, kushdo një jetë të qetë të mirë dhe të lëshoj rrajnë këtu në tokë për mirësi dhe për çdo gjë, por dhe në qoftë se ju pëlqen diçka tjetër, akoma dhe me figura ose ngjyrë tjetër dhe nevoja juaj shpirtërore, zemra juaj ju çon atje, merreni dhe do ta shpjegojmë çfarë do thotë për ju kjo agentë që zgjodhet për 2026. Se çdo gjë bëhet për një gjë. Në të njëjtën kohë do bëhem përgatitje të tjera, si do shkruani dëshirat dhe filloni dhe ju të tjerët të filloni të shkruani dëshirat, mos u kufizoni, shkruani sa të dëshira kini, 100 mund të shkruani sa të doni, sepse për universin, për Zotin, është njësoj të plotësoj 1 dhe 100, vetëm duhet mënyra pasaj që do t'i bëjmë së bashku dhe në qoftë se do jesh pjesë e këtij grupit, do t'ja u tregoj vërtet si duhet të ti shkruani pastër dhe çfarë duhet të zgjidhni më shumë nga këto dëshira që të arrit të shkruaj dhe ditari. Dhe unë sot që bëj një zgjidhje, mora këtë të madhin dhe donja një më të madh sepse kam shumë gjëra për të shkruar. Megjithatë, kemi zgjidhje edhe për këtë. Prandaj, ju lutem shumë të gjithëve juve që jeni vërtet interesuar, më shkruani në privat që të bëheni pjesë e grupit në WhatsApp të aktivizimit. Shpejtoni sepse ditët po afrohen që të jemi të përgatitur sepse duhet dhe një përgatitje tjetër dhe në anën psikologjike, shpirtërore dhe do qëndrojmë në ky grup sepse do punojmë që nesër andej do t'ju jap gjëra që duhet të bëni të përgatiteni deri për atë ditë. Shpejtoni dhe më shkruani privat. Tek telefoni 0030 699 321 46 37. Ju falenderoj dhe ju mirëpres. Një herë në vit bëhet kjo, provojeni dhe ata që kam provuar e din shumë mirë sa shumë rezultate kam patur. Kush është i interesuar, mund t'ju dërgoj dhe video të personave që vërtet kanë punuar me mua dhe kanë patur rezultatet 100% në ato që dëshiruan. Ju falenderoj. Zgjidhja
është në dorën tuaj.